Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Mora kredi për një hall të vogël, tani jam e bllokuar. Nuk e kam imagjinuar kur që një vendim i vogël, impulsiv, një kredi shumë e vogël, do të më kthente jetën përmbys. Mendoja se do ta merrja, do ta zgjidhja hallin dhe pastaj gjithçka do të kthehej në normalitet. Por ja që realiteti nuk funksionoi ashtu siç unë e kisha menduar. Gjithçka filloi me një faturë të papritur, një problem i shtëpisë që duhej rregulluar menjëherë. Ishte një shumë e vogël, asgjë dramatike. Isha e lodhur nga qarjet e prindërve, nga zënkat dhe nga fakti që isha e vetmja që punoja. Ndjesha keq ta lija shtëpinë pa ujë dhe pa drita. Për një moment e ndjeva sikur po bëja gjën e duhur. Hapa aplikacionin e bankës dhe pash opsionin kredi e shpejt. Me 2 klikime mora shumën dhe i dërgova lekët në shtëpi. Mami tha, tash përblefsha bi. Vëllai as faleminderit nuk tha, ndërsa unë u qetësova vetëm për një natë. Të nesërmen filluan njoftimet. Kam për të paguar rata. Por jeta ka taktikat e veta për të rënë më keq se kur, atëherë kur ti mendon se i ke gjërat nën kontroll. Në punë orët filluan të uleshin. Një ditë më thanë se do të bënin shkurtime stafi. Unë nuk u shkurtova, por më hoqën një pjesë të rrogës. Dola nga zyra atë ditë me duar të mpira dhe një pikë loti që nuk lëvizte dot nga syri. I gjithë interesi i kredis ishte aty, i pandryshuar, i pamëshirshëm. Fillova të heq dorë nga ushqimi. Një ditë haja, një ditë jo. Më vinte turp të kërkoja ndihmë. Turp të thosha që nuk ja dilja dot. Turp të pranoja që një kredi e vogël më kishte futur në një vrim të zezë. Pastaj erdhën muajt në vijim. Më duhet të zgjidhja midis qeras dhe kredis. Nuk do të harroj kurrë një natë dimri kur ula në dysheme me faturat përpara. Pash qeran, pash kredin, pash listën e ushqimeve që kisha bler. Më dolën syt me lot kur kuptova që duhej të zgjidhja. Të pagoja shtëpinë ku flija apo kredin që më merrte frymën. Pagova kredin. Qeran e shtyva. Ju luta pronarit të mos më merrte në telefon. Fshihesha pas perde sa herë dëgjoja trokitjet e shkallëve. Dëgjoja zemrën duke më rrahur në vesh sikur do të më dilte jashtë. Por kredia do të vinte përsëri. Çdo muaj pa mëshirë. Për të mbajtur kredin, mora kredi tjetër. E di sa idiote tingëllon kjo, por kur je dëshpëruar, logjika e trurit nuk është më e jotja. Mendoja se me kredin e dytë do paguaja të parën për disa muaj derisa të rregulloj puna. E pash si rreth shpëtimi dhe jo si lak në fyt. Dhe pastaj u bllokova komplet. 2 kredi, 2 tasa që duhet i mbaja plot me një rrogë që mezi mbulonte jetesën. Më zuri paniku, fillova të mos flija natën, të humbisja kile, të mbyllesha në dhomë dhe të qaja pa zë. Po familja, ata nuk dinin asgjë, ndonjëherë më kërkonin akoma lek. Sot nuk jam mirë akoma, por jam më mirë se dje. Po përpiqem të rinegocioj pagesat, po kërkoj punë të dytë, po heq dorë nga shumë gjëra që i quaj normale. Kam mësuar një të vërtet të dhimbshme. Nuk të fundosin kredite mëdha. Të fundosin ato të vogla kur nuk ke ku të mbështetesh dhe s'ke askënd që të thotë mos e merr. Por po eci përpara, ngadalë, me frikë, por po eci, sepse tani e di që një kredi e vogël të fut në telashe, por është forca e brendshme që të nxjerr prej tyre.